cilët janë të shumë të veçantë në veçanti. Si që ceka, do me thonë, aktivitetet të tilla duhet bëjmë sa ma shumë, sa ma shpesh, po që është më rëndësi është të votohet ligji për drejtat e fëmijëve, do me thonë që nuk kam përfitime kur gjo. As familja, do me thonë, barra mbetet mbi prindi, do me thonë, prindi është shtylla kryesore që s'ka kur farë mbështetje për fëmijë, sepse ai fëmijë është fëmijë edhe ai duhet mu ndihmu prej shtetit. Do me thonë, prindi duhet me lënë punën. A jeni ndihmuar tër këto vite? Keni pas përkraje prej shtetit, sepse dim se me gjasë trajtimi me terapeut kërkon një kost të caktuar. Më pas janë disa, nëse nuk gabon gjithmonë, disa terapi cilat i përdorin, cilat vështirë se gjenden edhe në Kosovë. Cili ka qenë tër ky bashkëpunimi mes prindit edhe institucioneve gjatë këtyre viteve? Po, ajo është një ide që është një përkraje shumë e vogël minimale që s'mjafton ajo pothuajse asgjë hiç. Adin s'ka kur farë s'mundesh me ato t'holla me bo, çka ju vijnë fëmijëve, e çfarë lloj trajtimi ju vijnë, sepse çdo fëmijë ka ndoshta ngecjen më individuale, edhe kështu që lyp ekstra trajtim, kështu që unë ceka, do me thonë, ku janë suplementet, ku janë terapitë ndryshme, ato janë krejt kushtojnë. Pastaj prind, unë si që ceka duhet një prind që domosdo me lënë punën për mu marrë me fëmijën e vetë, sepse ai fëmijë kërkan ekstra përkujdesje më të madhe. Kështu që shteti nuk i ndihmon prindrit. Në këtë rast prind janë më të shtypërit. Më të shtypërit janë prind që i kanë fëmijë me nevoja të veçanta, nuk ndihmohen as pak. Po, Mirjeta, sa është me qenë se të vjen me punu me prind të fëmijëve me nevojat veçanta, sa është gatishmëria pastaj e prindve për t'i sjellë fëmijët e tyre në këto aktivitete, për t'i bërë pjesë e një komuniteti të fëmijëve, ashtu që marrin pjesë në për aktivitetet të tilla? Edhe pse prap jemi një popull cili kemi ende pjesën e tabus tek psikologu dhe trajtimi i fëmijëve, mirë po mund të flas që në kohët e fundit, ndoshta në 3 vitet, 4 vitet e fundit, prindrit po janë aq të vetëdijshëm dhe po e pohojnë faktin që fëmia i tyre mund të jetë me ndonjë vonesë në zhvillim, mund të ketë një diagnozë, kjo është më së normale dhe ne duhet t'i përfshijmë në aktivitete të tjera dhe t'i bëjmë pjesë të grupeve, pjesë të shoqërisë. Dhe po flas që ndoshta e kam vretur edhe nga rastet e cilët kërkojnë ndihmë në ordinancë, sepse tash është, domethënë, shumë më lehtë nëse prindi e sheh ndoshta një simptom shumë të vogël tek fëmiu me një moshë 1 vjeç e gjysmë 2 vjeç, nuk nguron për me kërku ndihmë. Ndoshta ka ndryshuar, ndërsa në kohët pak më herët ka qenë kjo që fëmiu duhet me kalu 5-6 vjeç ose me shku në shkollë, më përballë me vështirësitë të cilat po i has pastaj të marrin trajtim. A kemi ende prind që nuk e pranojnë që diçka nuk po shkon me fëmijët e tyre? Domethënë nuk janë gati që të hyjnë në atë fazën e pranimit që pastaj ta trajtojnë diku. Unë mendoj që hapi më i mirë drejt një fëmijë i cili një prind mund ta marrë është pranimi i fëmijës të tij. Sepse në rastet kur nuk pranohet një fëmijë që ka një vështirësi, e ka një diagnozë, apo ka nevojë për një shtytje të seancave terapeutike për të arritur mosha kronologjike krahas moshës mendale, atëherë vetëm bëhet një dëm i dyfisht. Edhe nga ana e prindit i cili shpreson më të mirën të mundshme, edhe pse mundohemi normal ta bëjmë, mirë po kur fëmijë. Mirjeta, ka raste kur psikologu është trajtimi i fundit që prindit zgjedhin për fëmijën e tyre. Fillimisht tentojnë me ato tradicionalet që i kemi, tentojnë që të shkojnë tek një hoxh përafërsisht, apo ka ndryshuar kjo çështja. Prindrit tash vinë direkt te psikologu dhe nuk i provojnë këto format tradicionale të themi ndoshta që me çute një hoxh ose diçka. Po flas ndoshta me një proporcion 50-50 mund të jetë e prindërve të cilët kërkojnë ndihmë më një herë tek profesionalist, si tek pediatri së pari, pastaj pediatri sugjeron psikologun klinik, pastaj psikologu klinik vlerëson gjendjen aktuale të fëmijës dhe pastaj sugjerohet për seanca terapeutike nëse ka nevojë. Mirë po ka edhe raste të cilët kanë ardhur në ordinancë dhe kanë thënë që e kemi dërguar dhe te hoxha
ndryshe, mirë po nuk është që ka pas ndonjë sukses dhe na ka thënë që nuk është për të ëndë, du të me qu tek mjekt ose tek profesionalistë të tjerë. Kështu që është një përqen ndoshta 50-50, mirë po ky numër është duke shku, duke u rritur, sepse prindërit po vedisohen, sidomos prindërit e rinj, lexojnë shumë dhe e dinë gjithë secilin stat të zhvillimit se si duhet të shkojnë me fëmijët e tyre dhe kërkojnë ndihmë në ato momente që shohin që diçka nuk është në rregull. Arta, kur po flasim për paragjykimet, me gjasme të tilla jeni përballë edhe ju, ndonë se prindrit prej prindërve dallojnë edhe secili i merr në mënyrën e vet, dikush më lehtë, dikush më vështirë. Sa mendon se prindrit po friksohen ndoshta të ekspozojnë fëmijët e tyre pikërisht prej paragjykimeve. Edhe më pas kjo po besoj që ndikon keq edhe në gjendjen emocionale të prindërve, cilët nuk janë gatshëm ta pranojnë fëmijën e vet ashtu, edhe në gjendjen e fëmijëve, sepse në momentin që janë të izoluar janë asocial më pasaj. Ka raste të ndryshme. Domethënë momentin që unë kom dalë publikisht edhe kom fol, ka raste që shumë prind janë liru edhe më kanë shkru me mira që s'kom mujt as m'ja u kthy shumë që më kanë shënu, që e kanë një farë barre që ju ka liru edhe e kanë po që nuk janë të vetmit në këtë botë që mund me pas një fëmijë me autizëm ose me ndonjë tjetër nevojë të veçantë. Esenca është që unë thash, ka prind që dojnë domosdoshmë i çu te psikologu, po nuk i kanë mundësitë. Sa ata prind kanë qef mi qu fëmijën e vet, ka prind që dënë me ndihmu fëmijën e vet edhe pranon me njerë, po thot Arta nuk i kam kushtet, nuk i kam mundësitë. E për atë arsye e them që shteti duhet me bo, sepse duhet sa më herët, qysh e familita duhet sa më herët nisë trajtimi. Sa më herët që dërgohet te psikologu profesional, ai fëmijë ka më mri shumë. Unë fatmirësisht që i kom dërgu shumë herët, edhe kështu që fëmijët po kanë progres, momentin jam të i trajtu të Mirjeta, edhe Mirjeta me terapeutet e veta është e bo punën jashtëzakonisht të mirë edhe me plan vlerësues, domethënë çfarë ju përshtatet fëmijëve, ku i kanë ato ngecja, edhe unë mendoj që vetëm terapia mas shumë t'ju ndihmon. Domethënë domosdoshmë. E për atë arsye unë apeloj për shtetit që ta votojnë ligjin, po s'është gabuar kjo qeveri, edhe kështu që po shihen çfarë shteti jetojnë, mas pari. Më thonë, kur nuk janë gjendje mu formu mas pari qeveria, e na populli hjekëm edhe jesëm gjithë shtë mrapa. Më thonë, që s'ki qka pret ma shumë. Arta, e përmende që i ke vrejt qysh në fazë të hershme spektrin e autizmit tek fëmijët. Jo, nëse kom vrejt spektrin e autizmit, sonë nuk e kom ditë që janë me autizm, po në kom vrejt diçka që nuk është. Këtu dhe ishtë atë nalim, qëka ke vrejt mas pari, për shkak se sot kemi qasi shumë të letë një informacione, po unë kam pa dhe nana që ndoshta edhe këtë që nuk dojnë me pranu, po edhe nanën tjetër nuk ju shkan mendja që fëmija i tyne mundet me tash kur e kanë dëgju si term, dhe me thonë, me një herë dyshojnë. A mos dhe me thonë që është një fëmijë me autizëm, nëse ka pak një ngeq ose ndonjë shaj ta jep, për shembull, edhe pse nuk ish dosht se tash ky termi autizëm pak po tingëllon, s'po di e ka marrë një farë pak si keq, si frikë prej prindve. Ama nuk është se fëmiu autik është shumë i veçantë. Dhe me thonë, veç e kam butën e tyre, janë ndryshe prej neve. Faktikisht që kjo është dallimi mes niveve e ty. Kanë disa tipare, janë preciz shumë në një pjesë caktume, munden me pas një talent shumë të shtumë, ma ndej janë shumë të bukur për me i pa, me i krasu me fëmijët e tjerë, fëmijët me autizëm janë shumë të bukur për me i pa. Edhe që kjo është, dhe me thonë, une veç e kom vrejt që diçka të djali, sidomos, dhe me thonë, se djalin e kom pas mas vajzës madhe, edhe kështu që e kom vrejt që diçka s'po mdo këtë që është ka shkënd, është asi të fëmijë që po zhvillohen normal në ato mujtë e parë. Edhe unë me njerë kom reagu, e kom që të pediatri më ka thonë, me njerë të psikologu, të neurologu, kreti kom bo, ku më ka thonë në shku. E që kjo është më rëndësi që mi najtë fëmisë mbrapa, e jo me thonë, dikush mi thonë, jo, pret më rëse, hajtë se ka ku dhe pak. Ka ndryshu për mësaj. Mirjeta, qysh me e dalu prindrit që një fëmijë ndoshta është me autizëm, po nuk e ka një vones në zhvillim. Për shembull se na kem edhe fëmijët tonë dallojnë me njëri tjetrin. Njëri flet më herët, njëri flet më vonë, dikush është më inteligjent, tjetri është pak më i ngacur. Po na përgjithësi jemi ndryshe. Po, na përballemi shpesh me njerëz edhe qoftë edhe familjarë që na thonë, po hajtë se flet, po hajtë se edhe fëmija im dikur s'ka folë disa vjetë, qysh me e dallu që nuk është vones në zhvillim, po është autizëm apo është një diçka tjetër?
Zakonisht simptomat e para të autizmit mund të vrijhen pas vitit të parë, ndoshta një profesional